i dyshuari për vrasjen e viktimës NG Albangashi, i cili gjendet ende në Arati, përmes avokatit të tij Fanol Krasniqi, me anë të një letre drejtuar policisë, ka dhënë versionin e tij për vrasjen që ndodhi më 25 mars tek 4 lullat në Prishtinë, duke pretenduar se viktimën e ka shëlluar me armë i plagosuri Miftar Miftari. Më 25 mars 2025, si pasojë të shtënave me armë zjarri, nga 2 të dyshuarit ka mbetur i vrarë shtetasi me inicialen NG në rrugën Rustem Hyseni në lagjen e njohur si 4 lullat në Prishtinë, kurse Miftar Miftari plagosur. Cili është versioni të arratisurit Gashi? Në letrën që avokati Krasniqi ka drejtuar hetuesve të policisë, e të cilën e ka siguruar betimin për drejtësi, thuhet se pas rastit familja e të dyshuarit e ka autorizuar që të përfaqësojë atë dhe se ka komunikuar edhe me të në rrjetet sociale, e që përmes tij ai ka treguar versionin e vet të ngjarjes. Sipas letrës, zanafilla e problemit të Gashit me Miftarin, i njohur me Novkun Duqi, ka nisur në shtetin e Spanjës, kur Miftari kishte qenë në lidhje me një grua e cila më pas ishte lidhur me një person me emrin Alban, mbi emrin të cilit nuk dihet, por që ai kishte menduar se ishte vet Gashi. Gjithnjë, sipas shkresës që Gashi ka dërguar te hetuesit përmes avokatit, me arsyetimin për zbardhjen e rastit, thuhet se Miftari e ka sharë e ofenduar Gashin me antar të familjes, gruan e vajzën e mitur, deri te kërcënimi për baban e tij. Më pas thuhet se Miftari kishte shkruar Gashit edhe tek banesa, ku e kishte kanosur me thik, madje kishte tentuar ta therte. Po ashtu edhe pronarja e apartamentit ku banonte me qira Gashi, pretendohet se u kanos nga Miftari, e që ajo më pas e largoi Gashin nga apartamenti. Më pas thuhet se Gashi u detyrua të ikë në Francë, te gruaja dhe vajza e mitur e më 24 mars 2025 vjen në Kosovë në vizitë tek prindrit. Në shkresë thuhet se pasi mosoi vendodhjen e Miftarit, Albangashi bashkë me një person shkoi në vendin e ngjarjes ku posedoi një armë të tipit TT, kurse miku i tij me shtetasi me iniciale NN, një Kalashnikov. Gjithnjë sipas letrës me të hyrur Gashi në lokal, Miftari kishte lëshuar një zë dhe kishte kërkuar nga mysafiret që të mos lëvizin dhe për një moment gjua në drejtim të Gashit 4 herë, duke plagosur në këmbën e djathtë. Më tej thuhet se pas zbrazjes së municionit nga ana e Miftarit, i njëjti repetit armën dhe afrohet në distancë të afërt dhe e godet 2 herë në këmbë dhe 1 herë në dorë, dhe më pas Gashi afrohet ja merr armën Miftarit dhe me të në pjesën e kondakut e godet disa herë në kokë dhe përfundimisht largohet në një vend të panjohur. Albangashi pretendon se nuk ka mundësi që nga gjuajtja e tij të jetë goditur tani Indiri NG, por është goditur nga shtëna e Miftarit. Po ashtu i dyshuari pretendon se nuk e kishte qëllim të gjuajë në drejtim të Miftarit, por që ta rrihte për shkak të fyrjeve të rënda që ja kishte bërë kohë më parë. Por me të hyrë në lokal, Gashi ishte plagosur nga Miftari, e që pretendohet se e detyruan të mbrojë veten e tas mbrapa sulmin. Sipas Albanit, armën nuk e ka repetit deri kur Miftari i ka shkrepur të gjithë fishekët që i kishte në revole. Aty thuhet se informacioni për vendodhjen e armave që janë përdorur në rast i dyshuari Gashi e kishte dhënë përmes avokatit, e që policia i kishte gjetur 3 armë zjarri në Makoc. Në letër thuhet se në atë vend janë gjetur një pistolete të dyshuarit Gashi, një pushkë automatike të dyshuarit tjetër dhe një pistolet pranë Miftarit. Arma e tipit mulli thuhet se është përdorur nga Miftari, e që tani sipas tyre do ta vërtetojnë provat. Përmes letrës kanë kërkuar të dëshmojnë 2 dëshmitar, të cilët kanë qenë prezent në vendngjarje. Albangashi pretendon se nuk ka shtë në drejtim të asnjërit nga personat që ndodheshin në lokal, mirë po gjuajtja e tij në drejtim të Miftarit ka ardhur pasi ai e plagosi. Andaj në letër pretendohet se Miftari kishte pasur mosmarrëveshje me një person tjetër me emrin Alban dhe jo me të personalisht. Kështu supozohet se ai e kishte përzier me atë person. Ndryshe, avokati Krasniqi tha se i mbrojturi i tij Gashi i shpreh keqardhje familjes së viktimës për rastin. Kujtojmë se Miftari gjendet ende i shtrirë në spital, ndërkaq i dyshuari Gashi në Arati. Policia kishte njoftuar se nga goditja e 2 të dyshuarve të armatosur e të maskuar, kishte mbetur i vrarë shtetasi me iniciale NG, ndërkaq i plagosur Miftari.